محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Allah në madhur e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, I cili është një dhe I vetëm. Dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe dërguari I Tij I fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, në gjumën e kaluar kemi përmendur disa shembuj që praktikisht na dëshmojnë se si duhet të jetë një besimtar I zellshëm, duke bërë një lidhje të fuqishme mes fjalës dhe veprës. Dhe kemi thënë se muslimani në vazhdimsi punon që distancën mes fjalës dhe veprës me ngushtu maksimalisht. Ndërsa ai që ka mungesë të besimit dhe frikës nga Allahu te barekuhu teala e rrit distancën mes fjalës dhe veprës. Në esencë të gjitha udhëzimet që Allahu xhallahu ala I ka dërguar, edhe gjitha ato mësime që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I ka mësuar, janë realisht për të vënë praktik. Janë realisht që ato të shndrohen në vepra, në produktivitet, e jo të mbeten fjalë të kota dhe boshe. Brenga e muslimanëve gjithmonë është si të jetë I mirë, dhe jo vetëm kaq, po si të jetë vazhdimisht edhe më I mirë. E din muslimani shumë mirë se I mirë bëhet me punë të mira, po edhe me fjalë të mira. Piknisja e çdo vepre të mirë është dija e shëndosh. Nëse din, pastaj edhe vazhdon në veprim. Ignoranca nuk prodhon veprim të mirë, përveç në situata të rastësishme e që këtu pastaj nuk janë të shpërblyeshme. Në kuadër të fjalëve të ndërlozur që na mësojnë si duhet jemi praktik, si duhet jemi shumë konkret dhe produktiv, është edhe një fjalë nga një burr, një urtak nga e kaluara që sot do ta shpalosi para jush. Të ndërlozur ka shumë fjalë që janë iluzione, nuk janë të kapshme, por ka fjalë që janë shumë praktike, janë shumë të kapshme dhe logjike. Fjala që për te do të flasë sot është e llojit të dytë, është shumë e kapshme, praktike. Mund të shash një jetë e përditshme si qëndron në raportin me këtë udhëzim. Aliu radiallahu ta'ala anhu, e dini kush ka qenë Aliu radiallahu ta'ala anhu, nga të afërmit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga besimtarët e parë në Mekë, nga shoqëruesit e devotshëm dhe besnik të Muhamedit alaihi salatu wasalam, udhëheci I katërt I drejt I besimtarëve pas vdekjes së Muhamedit alaihi salatu wasalam, I njohur me guxim trimni, por I njohur edhe me urtësi dhe maturi. Ishte një urtak I rrallë, fjalët e tij të shkurta, por shumë kuptim plot dhe domethënëse. Andaj duhet që të udhëzohemi me fjalët e njerëzve të mençur. Na duhen njerëz të mençur. Edhe pse ata fizikisht nuk janë prezent janë fjalët dhe mësimet e tyre. Dhe kjo na mjafton që të ndjekim rrugën dhe modelin e duhur. Atu vallë çka tha Aliu radiallahu ta'ala anhu. Ai kështu tha: do t'ua them do fjalë për të cilat do t'i lodhni devet e nuk gjeni të ngjajshme. Do larg të vjen me shku, shumë të vjen me udhëtu, ama fjalë me këtë përmbajtje nuk I gjen. Nuk e lavdronte Aliu radiallahu anhu fetën e tij. Pardonte me thonë se këto fjalë I kam të mësuara, këto fjalë I kam të kuptuara nga shoqërimi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu na flet në parathënit e kësaj thënie, ende pa hyrë në detalet e saj, Aliu radiallahu anhu mëson se dija ka çmim. Duhet me qenë I gatshëm me pagu çmimin e mësimit. Mësimi kërkon të ndërlozur angazhim, kërkon përpjekje, kërkon mund, kërkon lodhje. Ai që nuk është në gjendje me pagu këtë çmim të dijes mbetet I padijshëm. Shikoni çdo njeri I mençur I dikshëm që ka arritur diçka në dunjë, nivel individual, madje shoqëror e shtetënor,
si ka qenë i zellshëm, apo si kanë qenë të zellshëm në raport me dijen dhe me shkencën. Kanë lexu, kanë studiuar, kanë mësu. Prandaj të nderuar besimtar, veçanërisht student e të rinj, duhet me pagu çmimin e dijes. Edhe pse alhamdulillah, sot për neve kostoja e dijes është shumë më e ulët se ajo që ka qenë në të kaluarën. Sot spaku se kemi frikën e dëmtimit në kuptim fizik. Humbin e sigurisë nuk e kemi. Nuk e kemi ikjen nga shkollat, për shkak se vjen armikut na sulmon, sikur se ka qenë të kaluarën. Përpara është dashur me pagu kostën e mësimit edhe me shpinë, edhe me jetë, edhe me siguri, me gjithçka e kanë pagu njerëzit. Andaj ka qenë vazhdimisht mësimi aktiv. Sot nuk ime e pagu me këtë, alhamdulillah. E kemi vendin ton, shtetin ton, instancat tona të sigurisë që kujdesen që një student në mënyrë të sigurt me shku në shkollë edhe më u kthy sigurt nga shkolla e tij. Andaj, cilë është çmimi i mësimit sot? Me elon luksin, me elon argëtimin, me elon shëtitjen, me elon shoqërinë e tepërt, edhe me u përkushtu pak më shumë mësim. A ja vlen? Shumë ja vlen. Aliu radiallahu anhu po thotë, me jam mësuj me deve largë me shku i javlim për të fjallë. Lërë me shku në prag të shtëpisë tonë, në prag të vendit tënë, jo largë, as deve, as makinë, as aeroplan, thjesht në këmbë shkon shkollë, në këmbë shkon bibliotekë, në këmbë vjen xhami me dëgju fjalë të mira, e kështu me radhë. Prandaj, besimtari e vlerëson dijen, e çmon dijen dhe pagun për të sotë që kërkohet nga se kostoja e dijes është më e përballueshme se kostoja e padijes. Edhe i padijshmi paguën kosto, madje shumë më të shtrejtë dhe më të vështirë se i dijshmi. Që më lehtë kemi me pagu koston e me qenë të ditur se me met në errësirën e paditurisë. Vazhdon Aliu radiallahu anhu duke thënë, cetën këto fjalë, ka thonë, besimtari duhet me shpresu në Allah në mënduar. Njëtë në kësaj bote të nërëzër, na shpresojmë në njerëz, prishmërit tonë janë për dikujt e për dikujt tjetër e kështu me radhë, në rregull është, mi po në esencë, besimtari nuk i rrit prishmërin dhe njerëzve, nuk ka shpresë të madhe për dikujt, në esencë ka për Allahut. Nga se din se njeriu, nëse nuk e mashtran, nuk e tradhtan, spaku ka mu ballaqu me situata që nuk ka mundësi me u gjindë, edhe po deshti. Dhe këto shgënjiet pastaj dikush. Ndërsa Allahu xhallahu ala gjithmonë gjendet. Për gjithçka ka mundësi. Prandaj prishmëritë tua duhet të jenë të lidhura fillimisht me Allahun xhallahu xhelalu. Shpresa jote me Zotin xhallahu xhelalu. Ai është që më ndihmon. Prandaj mirëmbajtja e raportit me Allahun xhallahu ala është primare. Pastaj me dikë tjetër. Kujdesi për raport me Allahun është primar, pastaj me tjerët. Për faktin se lidhja jam me Allahun xhallahu është lidhja elementare, esenciale. Prishmëritë e mia për jetën time, për të ardhmen time, për krizat e mia, për situatët e mia janë gjithmonë të lidhura me Allahun xhallahu. Pastaj nën këtë po me njerëz, me mundësive që i kanë, por jo prishmëri imagjinare që nuk realizohen. E pastaj kur nuk realizohen, çka pason? Zhgënime dhe depresioni. Mla, mbraktisi, unë ju gjinda, i s'mu gjindë, e kështu më radhë, janë fjallë që zakonisht i dëgjojmë në përishmëri. E kjo pastaj prodhon armiqësi, mos mirënjohje dhe mungesë të produktivitetit. Nga se nuk bën mirë për shkak se nuk të din askush. Besimtari, përishmërit i ka me Allahun xhallahu ala, i cili ka thonë, "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Ai që bën mirë sa një grimës, ka me shpëlyer Allahu te barekuhu teala. Andaj Allahu s'u mundin askujt. Lidhur me Allahun xhallahu ala, shpreson Zotin xhallahu xhelalu, mirë po, mirëmbaje këtë shpresë që mos jetë e kotë, të jetë një shpresë reale. E shpresa reale në Allahun xhallahu ala është kur ti investon për ti mirëmbajt raport me Allahun xhallahu ala, kur ti mundohesh me qenë me Allahun si ka kërkuar ai prej teje, që pastaj Allahu me qenë ndaj teje që ti kërkon prej tij. Qysh kanë të parët tanë të hershëm kanë thonë, bëhu me Allahun qysh kërkon, Allahu bëhet me ty ma shumë se që ti kërkon. Ti me Allah bëhen qysh ai kërkon. E qka kërkon për teje? Kërkesa minimale, brenda mundësive tua. Asnjëherë Allah nuk kërkon për te mundësive tua. Kur? Bëhu me te qysh ai kërkon. Pastaj bën me ty mbi atë që ti kërkon.
t'jep ma shumë se që ti kërkon, t'jep ma shumë se që meriton, t'ndihmon ma shpejt se që ti mendon. Andaj lidhëm Allah xhallahu ala. Shpreson Zotin xhallahu xhelaluhu. Pastaj tha, wala yakhafanna illa dhanba. Edhe nëse njeriu duhet me pas frikë për diçka, ke frikë nga mëkatin nga e keqja jote. Mos ke frikë nga armiku. Mos ke frikë nga shpifet, akuzat. Njerëz kanë me shpifë për ty gjithmonë. Ka me pas ziliqar, ka me pas klik, ka me pas një të këqij nuk kanë me pritu me vol keq për ty. Mos u mërzit. E çka do të më mërzit veç e keqja jote? Nëse ke bu keq, po mërzitu. Nëse ke bu punë të liga, po mërzitu. E pendohu e përmirësohu. Që kjo është çka të mërzit. Tjerat, fjalët e njerëz nuk ndalen kurrë. Musa a.s. I tha Allahu xhallahu ala, o Zot, po flasin shumë për mu, nga se benu Israelit fatkeqësisht nuk kanë qenë të ndërgjegjshëm në raport me pejgamberin e tyre Musa a.s. E Musa i nku Allahu xhallahu ala se po flasin shumë për mu, nga një fjalë pa përballueshme. Si është e përgjigje? Çka i tha Allahu xhallahu ala Musa a.s. Tha po flasin edhe për mu, e spejonali. A ka njerëz që flasin për Allahun keq? Po. Mohojnë Allah xhallahu ala, mos mirnjahës, fjalë fyse për fenë e tij e kështu me radhë. Megjithatë, Allahu hakmir ndaj tyre më një herë? Jo. I lënë vazhdojnë, tjetojnë, i furnizon, i jep shëndet, i ruan xhalla xhelalun këtë dunja. Pastaj gjykimi është ditën e gjykimit. Prandaj Allahu tha, se kum nal për veti, pse më nal për ty? Po sabër. Njerëz vazhdojnë tutje. Ama çka është më rëndësi? Mos u merr me fjalë, merr me vepra. Çka është mentaliteti besimtarit që po vazhdoj me këmbgulën të javë të tëra edhe sot. Vazhdon punë, ti bën vepra. Fjalë lejo tjerëve. E pastaj do të shihet se kush është trimi e kush është frikatsaku. Kush është i miri e kush është i ligu në bazë të punëve dhe kontributit. Kështu Aliu radiallahu anhu tha. Pastaj çka tha Aliu radiallahu anhu të ndërlozën? Fjalë praktike, tjetës përditshme. Tha, ai që nuk din, mos të ketë turp me mësu. A ka dikush që din të gjitha? Jo si ka. Të gjithë ne kemi nevojë me mësu njëri prej tjetrit. Andaj, mos të ketë turp mjeku me mësu pi hoxhës. Mos të ketë turp politikani me mësu pi hoxhës. Hoxha me mësu pi mjekut e politikanit të mësuesit. S'ka turp. Të gjithë mësojmë njëri prej tjetrit. Nga sa askush nuk i din gjitha. Mirë, po njëri më mbyll brenda autoritetit vetë. Brenda pozitës e ti, edhe me thonë, unë e di, ju s'dini, unë i mësë juve, gjithë çka ju duhet, pa dyshim se kjo është ignorancë. Njëri nuk ban me pas turp marrë me vetë. Unë po, mund t'jem profesor, doktor, mund t'jem hoqë, mund t'jem ligjërues me mira njerëz, po ka sare që nuk i di, shkoj e pyes njerin. Kjo e modestia. Prandaj të ndërvëllezër, sa është e keqe ignoranca, po aq madje më shumë është e keqe arroganca e njëri dishëm. Sa është e keqe ignoranca e njërit pa dishëm, edhe me e keqe është arroganca dhe mendimësia e njeriu të dishëm. Se njeriu pa dishëm bën sherr, po në të kufizume, ndërsa i dishmi që është arrogant e mendimat bën shumë më keq. Për shkak se ai nuk kursen asken për me rujt autoritetin dhe nderin dhe vlerën që mendon se e ka. Andaj sa bukur Aliu dhe tha, bënu modest, bënu përulur, bënu kapshëm e afër me tjerë, mësa. Hajde mësa. Mos jetë pengesë mosha për me mësu. Mos jetë pengesë. Të ndërozër, ka në historinë tonë, të vendit tonë, s'po flas jashtë njerëz, që në moshat shtyra 60, 70 e ka mësu Koranin për mesh. Mos flas për sure të saktuara. Mos flas për punë tjetër që ka mësu. Andaj mosha, shpeshherë për shumë njerëz mund të jetë është numër, për shkak se kapaciteti, zelli dhe ambicia e tyre është sikurse me kon djalë i ri. Dhe mund të jetë dikush i ri, moshën e ka 3, 20, 25 vjeç, mi pa e ke pa, ecën e ka si i moshuar, ambicën e ka si me kon prak dekës, domthon i shfikur totalisht, i shkymër totalisht. Pa është çështja e moshës, është çështja e ambicie, vullnetit, modestisë, gatishmërisë për të mësuar, e muslimani gjithë po mëson. Dhe në përmbyll Aliu radiallahu ta'ala anhu tha, edhe mos i vjen njëri turp me thonë nuk di kur nuk din. Mos jam marrë. Shpeshher njerëz në debate, diskutime, flasin, tentojnë me formulu një përgjigje edhe pse s'ka bazë, s'ka argumente, veç që mos me dalë para dikujt me thonë nuk di. Të ndërrodhë vëllezër, qysh është dije me ditë, wallahi është edhe dije me ditë ku me thonë nuk di. Me ditë me thonë nuk di është dije, sikur se është dije me thonë po di. Nga se edhe mos dije është pjesë e dijes. Për shkak se
ti diçka nuk din, e diçka din. Këtë nuk mundesh me ditë. Andaj bënu modest, thuj nuk di. Nëse ke shku në haxh, nëse i fal 5 vakte, nuk do me thonë se i din çështë e fesë me thonë përgjigje. Prandaj, dvet dikush për fe, që nga burë, unë e falë, po alhamdulillah, në gjinaj, musliman jam, ama këto punë nuk i di, mos gjë marre. Mos thuj ta qysh me thonë nuk di e po falëna. Thuj nuk di. Fakte që vjen xhami nuk të bën dishëm. Fakte që në gjinën Ramazan nuk të bën hoxh. Fakte që shkon haxh nuk të bën hoxh. Ti mund të jetë një besimtar i zellshëm i devotshëm, po dija e ka udhën e vet, dija i ka bartës e vet, dija e ka zellën e vet, e ka aktivitetin e vet, e ka angazhimin e vet. Nuk bëhet ajo përmes praktikave të caktuara. Prandaj, kudo qoftë njëri, për shembull xhamin mund të jetë jashtë xhamis në gjitha fushët e jetës, thuj nuk di. Mësoj me thonë nuk di, edhe hesht. Ju me debatu me orë të tëra për tema që nuk na përkasin, nuk kemi lidhje, nuk dim, flasim poshtë për pjetë, analizojmë strategjit globale, bashkohore, moderne, dërsa minimumin e informatave nuk kemi. Minimumin e dijes nuk kemi. Muslimani nuk flet pa dije. Flet atë që është mirë, atë që din, ose hesht. Kështu formohet besimtari të ndërvëzët. Kështu ndërtohet besimtari. Kështu dhe vlerëson të tjerët në bazë të kësaj modestie, kësaj zërçmërie, kësaj ambicie, e jo arrogancës, mendimallësisë edhe e përsisë që tjerët nuk din e unë e di. Tjerët s'kan bo mirë, unë e bëj mirë. Tjerët nuk janë devotshëm, unë jam i devotshëm. Tjerët janë musliman, unë jam musliman. Kjo qasë nga këtë perspektivë është padyshim tregues i liksisë dhe shpërputhje me udhëzimet e asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Allahu na zot në rrugën e drejtë, na përmirësoj gjendjen e Allahu xhallahu ala, na bëft Allahu kërkues të dijes vazhdimsi, modest, dhe të gatshëm me marr për çdo kujt që na mëson atë që është e mirë dhe atë që është e dobishme. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allah është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslima ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Të ndërozër në përfundim të thënies së Aliut, ai tha kështu. Krahas këshillave që i përmena, në fund ai tha kështu. Dije se durimi është sikur se koka. Dhe ashtu që trupi nuk rrin pa kokë, as besimi nuk rrin pa durim. Nuk ka mundësi me pas iman nëse s'ka sabër. Sabri i duhet edhe mu falë, edhe me agjeru, i duhet me largu nga punë të këqija, i duhet me qëndru stabil, e stoik, i fuqishëm përballë stuhive tjetës, e sprovave. Gjithë kërë i duhet sabri. Andë besimtari bën sabër. Jeta askujt nuk i përshtatet që është dënë. Jeta askujt nuk i shkën që është a i ka qef. Shpeshare, rjedha e lumi tjetës shkon në të kundërtën e tekeve tona, në të kundërtën e dëshireve tona. Ti shi gaqen ballavaçosh, me sabër ja del. Ai që nuk ka sabër, s'ka mundësi as musliman me qenë. E lërë më diçka tjetër në jetën e kësaj bote, pa durim, edhe pa përkushtim, edhe pa mbështetje dhe shpresë të Allahut xhallahu ala, realisht njeriu nuk mund t'ia del si duhet suksesshëm në jetën e kësaj bote. Kjo është këshilla e Aliut të ndërvozur, që me të vërtet e konsideroj dhe besoj pajtoj me Musa nga margaritarët e çmuar, të fjalëve të mençura që burojnë nga urtakët e mëdhej, që lanë fjalë të pashlyeshme në historinë dhe në dijen e njerëzve. Të shpresojmë në Allahun xhallahu ala. Të kemi vetëm dro dhe frikë nga e keqja jonë, e të përmirësohemi. Të mësojmë edhe timi të gatshëm timi nuk di dhe të bëjmë sabër, ishte porosia e Aliut radiallahu ta'ala anhu. Të ndërrozër në përmbyllje në çështje me rëndësi, mendoj që mund të shërben si mesazh i rëndësishëm. Këtë diele në Kosovë mbahen zgjedhjet komunale, edhe në vendin tonë, i keni pa kandidatët, keni dëgju, e dini edhe nga kaluara, e dini çka duhet. Padyshim që çdo kush e ka preferencën e vet për këtë çështje, mirë po kryesia e bashkëtonë apelon tek të gjithë besimtarët që të sillen me dinjitet, me përgjegjësi dhe me qetësi. Të tregojmë kulturë dhe çdo kush ta shpreh mendimin e tij në bazë të votës, të e zgjedh të preferuar atij në bazë asaj që mendon se është më i miri. Pa asnjë rrëmuj, pa asnjë telashe, të shkojmë çish duhet dhe të kthehemi çish duhet. Të demonstrojmë edhe një pikuri dhe maturi, pikërisht çish na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me sabër dhe me modesti dhe përkushtim dhe bashkëtim të ndërsjellët.
Duhet ta kuptojmë se vota nuk është gjë tjetër përse përgjegjësi. Nga sa ato që kemi përzgjedh, ti realisht do të bardh proces të rëndësishme për vendin e qytetin tonë. Andaj kuptoj si përgjegjësi se kujt po ja beson të armën e qytetit tonë. Dhe kujt po ja beson fëmijët e tu, shkollën, shëndetësinë e shumë tjerë që kanë bënë me vendin tonë. Lutë Allahun e madhuar që ai që ja don mirën këtij vendi, çaj me kona që na prinë në udhëheq. Ai që ka frikë Allahun te barekuhu teala, ai që beson Allahun xhalla xhalu, ti ai që realisht i prin proceseve tona. Na rujtë Allahu xhalla xhalu nga arroganca, mendjemallësia, nga inati, nga hakmarrja, nga çdo vepër e vesi keq që nuk e don Allahu xhalla xhala dhe nuk na ka mësuar te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe është Allahu xhalla xhala që në mesin tonë të mbërton dashuria, respekti, mirëkuptimi, bashkëpunimi ndërsjellë, pavarësisht dallimeve eventuale që mund të kemi në fusha të ndryshme, mbi gjitha mbetemi besimtar, mbetemi banuar të këtij qielli, mbetemi të përgjithshëm për Allahut manduar, fillimisht pastaj ndaj gjeneratëve të ardhme për vendin ton, për kontributin që po e bëjmë dhe çfarë do t'i lëmë gjeneratëve që do vinë pas nesh. Allahu na ndihmon në këtë proces, na ruaj nga çdo e keq dhe nga çdo e lig. Allah i shëroft të smurit tanë, Allah ju ndihmoft të gjithë atyre që janë të lashën probleme e një mirim caktuar të kësaj dunjaje. Allah xhallahu i mëshiroft të vdekurit tanë e na bashkoft së bashku me ta në xhennet. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.